Shpresa dhe vullneti tyne, dashuria tyne kudo që jam më përcjellin edhe më bojnë gjallëm. Edhe unë psiqike, fizike, psiqike. Një farë aspekti jetë e hidhur. Kam lëndime kurrizore. Nga dhuna. Partneri. Po, kam këto në vetlla, e po dem. Po s'kisha ku të mbështete. Po kur ke puna për më mbështet, në interes. Edhe ma shumë tuja për familje kam doru që mos ja ulli karakterin e ftyrën, edhe asnjëherë s'm kanë kuptu, edhe asnjëherë s'm kanë pyet, edhe çdo herë më kanë pajsu mu. Që ka të ndua këto, po ti ke dy engjoj, Shimeve, ndryvar a punon me qa merresh? Punoj privat, merre me kuzhinë. Më shumë si hapi kam. Shumë mirë, kjo është punë. Edhe pse shkollë nuk kam mjaftu shumë, po habi kam muzikën, punoj, jetoj. Pa mundshme ne kem të kryjmë shkollimin, Po. a është këni peng që të kam bet një, që s'ke mundur me kryjë shkollimin? Po më kam bet shumë se ju pak, po jeta e këtu, i ko, sfida jetës, ekonomia dëpt. A është një ndër pengjet mas mëdhaja që të kam bet në djetë shkollimi ytë? Po, ama tash e di për shembull edhe si janë kanë mundësit edhe si janë kanë jeta, kushtet edhe voj pak, po tash jam pajtu me ata, po me gjitha ata si jam dorëzu asnjëherë. Privat kam insistu me punu atë profesionin tem që ma ka marrë menja që mund e di edhe moj të arriti, kam inteligjencë për atë sektor apo për atë drejtim apo dem. Edhe kështu që Ke pasoj me kuzhinën si lindi? si pasoj e kam, si habi, se di si me ta pa. Ama pa puna asnjëherë. Sa mirë. Që sa vite si kuzhiniere punon? Me thonë të drejtën për mas lufte, 2003-2004. Po gja vite? Po gja shumë? Po, ama ju e regjistrume dikon për shembull për të ecë trusti, pensioni, ju e kënaqur apo din. Edhe sipas punës time, ju e kënaqur me pagën edhe kështu që për një vend tjetër kërkos se njëri se ku ta gjen veten pak më shumë apo di për me arrit diçka në jetë. Sidomos sikur unë për shembull që jam me pambështetun si për shtetit, si për familjes, si për rrethit shoqëror dhe rrethit se ku jetoj. Jam gjej shumë e pakënaqur apo den, edhe kam insistu, kam luftu që ta gjej veten dikun ma shumë se ku ka Liverdi, po është e kurtë. Ka bo kjo më dorëzu për jetë, me gjitha këto barjera që i kalu? Asesi. Ka bo shumë herët, po më dërzu asesi. Shumë herë jam bo më dërzu, nuk mundohem katë, di katë, apo dena. Kërkoj katë edhe kështu që po më dërzu asnjëherë. Sa mirë, unë i dua këto vajza, këto kraftë forta, si ju. A jeni vajzë më falë grua? Zotin, jo, nuk jam as grua, as vajzë. Jam e ndarë. E ndarë. I kam 2 fëmijë, kontaktoj me ta, po si duket i kam shumë të ufo largë, edhe kështu që shumë rrallë kontaktoj. Po me gjitha ta nga ata si më dërzu, çdo herë kontaktoj, interesohem si janë, ku janë, qysh janë tek janë, atë sa kam mundësi edhe ndihmoj. Me gjitha të se unë me nëzija dal vetë, jam moj veten, po se ku qiroja ku janë gjitha vëdena. E njeri pa njeri është vështirë të ambjetan këtu. Me cuar pandimën e një burrit? Është vështirë? Është vështirë, po falemnderoj Zotin që ma ka jep forcën edhe vullnetin edhe dijen edhe falemnderoj çdo herë Zotin, shpesh herë jam dëshpëru, shpesh herë për shembull edhe thuja veç që jam rënë depresion ka vetmia sa në vene, po. Kjo është. Nuk e vetmja. Nuk vetëm ja grua, nuk e. Ka shumë gra që kanë vënduar në divorc. Unë mendoj që nuk jam vetëm. Kudo që jam kam Zotin. Nuk jetoj asnjëherë me shpresë të njeriut, vetëm me shpresë të Zotit. Edhe falenderoj Zotin ditë e natë se më konë një sfidë jashtëzakonisht vështirë,
E në atë sfidë unë jam bo edhe djallë edhe burrë dhe ja kom dalë vetë. Më falë që nga kaluma, divorç, sa i divorcuar? Po i ko që një 8 vjetë që të dikun 7. 8 vite. Po. Do të thënë ju keni 2 fëmijë nga martesa me Po. bashkë, iç bashkë. Po. Fëmijët si takon? Po i takoj. Kur i ke takuar? Me 21 qershor. Tani ka pas djali ditëlindjen, edhe insistova, lëshova vendin e punës, edhe vetë se t'jem prezent në ditëlindjen e tina. Edhe takova, po shumë. Takojnë, në më thënë, i ka marrë ish bashkëshorti juaj? I ka marrë edhe nuk kam pas dëshirë t'i marrë vetë, po nga se s'ishin mundësit për shembull unë të luftoj për t'i kem pranë edhe nuk ishin mundësit për shembull t'i kem kushtet me i majtë e kështu edhe me gjitha të thash t'i lon hiset vetë se kur je vetë hajt plan me një park ose me një qorë t'ikon ose diçka a fëmija diçka. Pasuria jetës. Me hijen e tyne jetoj edhe shpresa dhe vullneti tyne, dashuria tyne kudo që jam më përcillin edhe më bojnë gjallë, më bojnë koma pëtë. Na me cënove shumë. Kjo është jeta. Do të bësh efort e ndërume. Nuk je rrit me a grua që ka të vënduar këto. Po ti ke 2 enjoy, Ke 2 enjoy, bëho efort për hirtë atyne. Lutem, bëho efort për hirtë atyne. Ke 2 enjoy. Ka shumë gra që ndoshta nuk kanë edhe fëmijë. Deri sa të kam forcë edhe të kam forcën s'do të vazhdoj mas njëherë, po shpresoj që ta armen të më shpërblejet. Unë pa dyshim për sa që të shpërblejesh ti, je grua shumë e fortë. E ke përjetuar dhunën zakonisht kur i ke qenë bashkë me ish-burrin tuaj? Shumë, dhunë psiqike, fizike, psiqike. Një farë aspekti jetë e hidhur, një luftë jashtëzakonisht e madhe, pa ditë se kusht esenca pse unë jam të jekë të vujt, pa kam fajtore, ishe edhe re, po s'kisha edhe mbështetje, këshilla, apo den se çka të bëj, apo den dikuna luftova me atë sakrifica, me atë inteligencë dije, çka pata, derisa mos kisha mas mendim se si të cilëm, si t'ja bëj. Edhe i mora të gjithë familjarët e ish-burrit edhe i mbledha thash çka dëshironi ju të bëhem mon, që mos jetoj më këtë jetë që të rahatoni ju. Edhe kështu që tha jo, tha me neve, tha je shumë okej, tha një fëmijë t'jepit, tha ti e ke respektu, tha është mirë, tha po masi ta ky, tha edin, thash po mirë me dëshirëm ka marrë, edhe kështu që as kom njoft, as kom njoft. Edhe me mësit si kur këtë në herë, apo den. Edhe kështu që, thash ma mirë është me thonë, adin, kështu si njëri me thonë se më bo këtë dhuna, pa ditë se ko është esenca, diri sa unë e kuptoj se pse çka po mbani, unë e përjetoj krizën, apo den. Dhe imbjen, lotin, vujtjen. Edhe kështu që, dikur thanë me neve është okej, tha s'kin, adin, po tha kë, thash e qa me bo, thash që këtë jetë mirë, ose t'jemoni me familje tem, kështë mirë. Jo, thash ti veç mos falë, po si mos t'flasë, unë e kam jetë me to, unë e se kam sot për nesër. Po dikur më argjitën edhe mo, edhe mendimet, edhe idejat, edhe dituria më argjit, edhe i qova dur të mbështet, edhe dur të zotit, edhe jetën time. Nuk duhet durohet kur vjetë të këdhuna çdo grua, ajo është e patolerueshme. Qëre, i kam 2 fëmijë, gëzohem që i kam, ata më bojnë gjallë. Kjo është më e mira. Ata janë forca, pasuria ime, bota ime, pavarësisht a më duan, asë më duan, a më kuptojnë, asë më kuptojnë, pse unë jam larg tyne, se larg tyne s'jam asnjëherë, edhe pse s'jetoj me ta, po ata më retrojnë zemrën edhe shpirtin tem kudo që jam, natë dhe ditë, po shpresoj që një ditë do ta kuptojnë vërtetën që vetëm për mos përjeton fëmija jam dhunë, ose mos të pëson lëndim psiqik, e kom po që njëni do të mu tërhijek edhe ka marrë rrugën tërhijekën vetë për hatër fëmijëve që ata mos të marrin, për shembull mos të kanë një jetë me depresion. Se unë i poshtë e fëmijët e mi që po dojnë
me shku në atë rrugën e depresionit edhe me të nësa në jasne edhe për ta, ju bashkë për vete, për ta jem do në rrugë. Vetëm që ata t'jenë ma qetë, të kanë një orientim tjetës, t'jenë ma mirë edhe të dinë se ku janë. Po, me njësa një këmë thonë, çdo herë unë jam e gjallë për juve, s'do vdes asnjëherë. Sa mirë, Ku do që jam? T'japësh kuraje fëmijëve. Aq sa kam forcë, aq sa kam dituri, edhe sa të kam frymë. Po këtë dhunën, si ke përjetuar në fillim të martesës, kur filloi kjo dhuna? Dhuna ka fillue njëherë psiqike, qysh momentin e fejesës, injorimet, e të jetë, dikuna, kur martova, fillaj. Çdo ditë më shumë, me shpresë që sot kaloj, nesër do vjen një ditë e re, nesër do vjen një ditë e mirë, edhe asnjëherë ajo nuk ndodhi. Ndodhi vetë se zi ma zi, keq e ma keq. Kam lëndime kurrizore, nga dhuna, partneri? po, kam këto në vetlla, e po dem, po s'kisha ku të mbështetem edhe kështu që nuk shkon jeta çdo në polici, një herë, dy e tri, po. Ai vetë bëj këtë dhunën vetë lajmërekin polici, po me gjithë ato se kur aty u dike se kush është fajtori, po një aspekt fajtor u kanë çdo herë, po unë jam kon viktim për to. Po familja juaj e u dhatë mbështetjen? Asnjëherë. Po kishte të mbështetjen e familjes? Asnjëherë jam mundu të më japin më herët, në fillim do këshilla do, po më thamë nga se i ki fëmijët atë s'munëm me hinë gjina, me pengu, po kur ke puna për më mbështet, në interes. Sa ju dëshproj kjo? Kur ma të madhin familja mbështetet? Shumë atëhere posh kanë e kisha dasht, kanë kisha thonë për familje më gjendje me po gjithë shka, edhe ma shumë tuja për familje kam doru që mos ja vulli karakterin e ftyrën, edhe asnjëherë s'm kanë kuptu, edhe asnjëherë s'm kanë pyet, edhe çdo herë më kanë fajsu mua, apo den, po ta apo s'po ta faj, edhe aty kur e po ta nevojt i kam për ofer, jam dëshpru shumë keq edhe kështu që vitë zotin ati kufshin falje ditë që kam, edhe për mua familje nuk ka. Po te familja burit, a e ndjerë si shërptore në atë shtëpi? Jo si shqiptore, se t'isha ndjej si shqiptore ishkon një sukses si mirë për mu, po si një kur gjëheq, si kur një asë gjëheq. Ama me gish ko këtu bati, edhe kështu që se shqiptore është një sukses pak, se e di që i shqiptore se ndjej si shqiptore, po ma pusht edhe ma keq se shqiptore. Çka këtoni në dhonë dhe familja i shburit? Çka këtoni në dhonë dhe familja i shburit? Dhunë e familja i shburit, nashta kështu, fizikisht se më kanë shkaktu, po për rreth me shpifje, po den, përveç i zhvirrit, atë kam gjesi, kam babë dhe jam mbështet të aja, po den, edhe mbështetja tina, inshallah Zoti ja kthen, ma ka shty jetën deri sa kom shty atë. Se mundu me më kuptu, më ka kuptu, edhe jo si rej, po si e vlada, po den. Nuk ja harroj edhe çikoladat edhe bombonat kër i ka nxirr pi xhepi dhe mi ka jap si fëmija. Po kon një. Jam si ai që ka si njerëz, paktën të kam mbështet. Vetëm aj. E atina ja di se kështu tjetër njeri s'kam pas. Kreti kam pas, shpif sa dhunë. Shumë qka. është histori e gjatë, po për momentin s'kucej as me menu, se kur të menoj, nuk mundu me përballu, edhe asë herë s'kucej me mendua nejna. Po një aspekt nuk i bi pishman heq se e kum kuptu se ku isha kon, edhe pse s'kam reagu mu tërhjek ma herë. E kështu që jam e lumë të shumë që nuk jam aty ku jam, edhe heret apo vonë, kam marrë guximin edhe forcën që mbështetën vetë edhe besojnë vetë edhe t'ja dalë, edhe falenderoj Zotin që sot jam më mirë se ku isha. Besoj që do t'ja dalësh, je shumë grua fort, e do jetën pikrisht je shumë punëtore. Uroj të qenë kaluara gjitha këto,
që i rretheve të ne me plot emocion, edhe unë si gazetar, unë diva shumë emocionuar. Qoftë e kaluar, po thujnë e shkuar e harruar për mua asnjëherë. E harruar kur. Breng, dhimbje, sakrificë do jetë për mua gjithmonë, po falenderoj Zotin derisa kam shëndetin, prapë jam mirë. Gjitha grave që janë divorcuar, që kanë martuar këto dhunë, çfarë do të kishe thënë shkurt një fjalë? Grave divorcuar ju kisha thonë se Zoti na ka jep jetën edhe Zoti do na merr. Po, një sen që nuk shkon. Pavarësisht fëmija, po s'ki fëmijë. Ju kisha thonë mos e zgjatni ndoshta gaboj, po është sen që kom përjetu vetë. I të bëjnë dëm fëmijës nëse ti jeton një jetë me pa dëshirë. Të njën e spolja, po tjetër e spol, kurse fëmijët janë. Nuk është e lehtë t'i lash fëmijët. Se unë kur i kum lanë fëmijët e mi, diellin një muj ditë s'kan nxehtë. Është shumë e vërtetë që kom pa vetë. Edhe për jetën e fëmijës duhet mundo, po ju nga fëmija, ka fëmija se herë. A fëmija duhet me konë, unë e fëmijëve të miju këmë thonë qëre. Për juve që me ndo me asë njëherë. Për juve po, për juve asë njëherë. Ju jeni me mu ku do që jam edhe ka me kam pran juve në atë ditë, unë e vetë se jam me ndom me këto, me juve ju. E kështu që grave divorcuja ju kësha thonë, me burra ndonë, po me fëmija asë njëherë. Se ka shumë gra dhe fëmi ti braktisin, po derisa mu fëmija jam së mbraktis, unë s'do dërzohme asëherë. E kur të mbraktis fëmija jam, atëhere o diçka tjetër. Po herët apo vonë, edhe në qofë se një ditë të mbraktis, të më kërkoj. Qofë se unë e kam jetë edhe jetoj gjatë sa dhe do një jetë a me më kërku, po njëherë për herë, jam mirë me ta, i kam si shok. Janë shumë inteligent, po nuk kam mbështetje, nuk kam përkraje. Me arrit atë inteligencën e vetë që kanë, si kanë kushtet, munduhem paka shumë. Janë shumë mirë, se mësojnë mirë, kanë një edukat jashtëzakonisht pastër, një karakter jashtëzakonisht pastër, ku në rritë qysh janë rritë, se me bobe me nësë edhe është vështirë me eduku, po për këta mburëm edhe knoqem se janë rritë pa mua dhe janë rritë vetë, janë eduku vetë, atë sa kanë ditë, edhe ata një jetë e kanë posë vetë fëmi vetë të rritu në aboden. Po knoqem që janë nalë, janë dashur, janë ditur, shkojnë mirë me mësime edhe nuk janë në rrugën e gabume se sot është vështirë të edukosh fëmijët, është një kohë vështirë si për të rritur e për fëmijët e tonë, ju ma dhe e dini edhe vetë, jeni të e po edhe vetë, o bo shumë vështirë, po diri këtu jam shumë e kënaqur me ta. Faleminderit shumë që ndajte kohën. Ishte një intervistë shumë që dhe unë përjetova shumë emocione këtu të ju, e kuptoj dhimbjen tënde. Shpresoj të jenë kaluara gjitha këto, të uroj më të mirat në jetë, ty, suksese, shëndet pikësipari. Edhe vazhdoni që me fëmijët juaj, ashtu të kaloni bukur, të keni pranë gjithë jetës. Falenderoj Zotin, lutem Zotin prapë dhe shpresat e Zotit që si për mua dhe për çdo kënd tjetër, inshallah po Zoti mirë, po Nisan e kisha lutë Zotin që asnjë njeri mos të përjeton historinë që e kisha. Pavarësisht femën a mashkull. Sot do bëj vështirë dhe kështu që më mirë është një vetmi se sa të lash për shembull një fëmijë me vujt ose të lëndum ose se unë nuk ndihem mirë pse kam gabu, nuk e kam gabu qëllimisht. Kanë erdhëm sikur mos t'i kisha po, se po i jam ata vujnë edhe janë me vujtje të rjetën, po nashta s'jam fajtore dhe veçan, po kur ka dosh Zoti me i falë edhe me milon, dikon mbështetje edhe kështu që i ka falë, prapë pajtohem me ta. Po një kisha lutë Zotit që asnjë njeri mos të kisha po keq ose të vujtë, ose të ketë një histori se kam pasone. Pavarësisht pse në pikat shkurta, munova pak me tregu edhe pse nashta ndjeva pak me emocione edhe më rotë të prëp kështot. Edhe ne emocionuam tash si gazetar. Edhe më gjatë habitun, po
Lu Zotin t'jenë krejt njerëzit kudo që janë mirë. Ashtu është porojmë edhe gjithë. t'lumtur. Porojmë gjithë. Pavarësisht pse ona, po ma mirë për shembull me kon veç një palumtur se gjithë. E kështu që lu Zotin që asë një mik i tokë mos t'jeti palumtur. Mas pari të kenë shneten, dashurinë, lumturinë, sinqeritetin, karakterin jetë. Më lejo të përshëndes. Tu i duhen njërit njëtë. Respekte, përshëndetje dhe Faleminderit juve. shumë për kohën që ndajte. Respekte. Më premto që do të jesh shumë e fortë. Gjithë. Derisa kam forcën, të më jap Zoti forcë, s'do dorëzohem. Turoj më të mirat. Gjithë të mirat, Shumë suksese ty. respekte.